Vajzën e kanë myt me durë të veta. Deklaratat tua janë shumë të forta që ke dhënë vazhdimisht në media. Që mos ta fusin vajzën e sallë pa prezencën te. Kanë keq trajtu si kofom. Ja pruv Zoti që mas keshti, e përjetoft. Si ka qenë gjendja e vajzës kur e keni sjell për operim? Momentet e fundit, ja kish bo, jo te mjeku, po du me shku te shtëpia babit. Aja veç babin e ka tasht. Me myt një fëmijë, 3 vjet, veç kishin thonë, ka ndru jetë. Me të vërtet janë akuza shumë trona që bëni. Kjo është krem që ka ndodhë. Krem është. Kur e keni të hek kufoman, çka shkruan si pasojë të shkafit që vajza ka ndru jetë? To jo be fakte bre, fakte janë o vlavja. Nuk ja fali për jetë Zotit. Mu si prind, në një s'm kanë lonë mjë avyt as nga te. Pse nuk lejohet fëmija jot me xhiru, nuk e kuptoj. Ja i kanë ble vlla diplomat false mas luftës që unë e di që sa ka shku pasullin Kosovë. Mos flasim edhe me emën. Ja, unë flas me emën. Ja, unë nuk dal me X gazetarët marrin pare me fes pej Serbijes. E arrestue. Edhe drejtorin e intenzives. Djalin veç ke arrit me dërgu në Itali për trajtim atutje. Me përballu shumës, ofër 28.000 euro shuma, nuk ka mundësi. Ja kish bo me dorë, të dua mam, edhe që ajo është kam të mira fundit. Ai do të vije sonte me zemër të thyer për të rrëfyer për vajzën e tij, andaj ndiqeni rrëfimin e Fidan Shalës. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfim Jete me Baki Zeqirin.